Shërina dhe njërë temën e gjatë qatë se do në... Aman se fillova të skuqë. Mi gru. Pse mi? Po kuptova që mi gru. Dalina ashtë se kuptova. Shërina. Po thash seks 10 herë brenda një familje, 10 herë thash të tema. Qyr që pas ka shkuar 11:20. Dashuri pas seks apo seks pa dashuri? Shumë e thjeshtë. I thon një fjalë. I thon një fjalë. Po, prap. Këtë pra diskutojmë pa seks është ideali i dashurisë. Dashuria me seks është gjithë historia. Kryet. Po seks pa dashuri? Seks Pa dashuri. është kënaqësi e trupit. Edhe është shumë e justifikuar edhe po. Është shërbim që i bën trupit. Po. Ka seks pa dashuri. Ka seks pa Për gratë me dashuri. shkretat. Ka seks pa dashuri. Neda, di më pyetje a ka? Nuk Unë po them çfarë mendoj unë, më vazhdova. ekziston. Po pra po ekziston. Edhe është i shëndetshëm. Është i shëndetshëm. Kemi çuar fëmijët në gjumë, po. Është i shëndetshëm. Nder që i bën trupit. Është një nder që i bën trupit edhe i bën shumë mirë psikofiziku tënd. Është shumë mirë. Ja, shikon sa atëherë Nida e di, më vjen shumë keq nga 3 tema, shkova zgjodha temën që ishit unanime, ra dakord gjitha, mbaroi tema u konsumua. Po, ishte ajo me hallvën, ajo ishte shumë e bukur. Është e ftohtë hallë. Jo, s'kemi kohë. Dua t'i them pastaj do e diskutojmë të. Nida, ti ke qenë rekrutimi i Megi Pojanit në domethënë në bashkëautorsinë për punën. Rekrutim quhet, rekrutoi tak. Si është të punosh me Megi Pojanin? Se vërtet, në fillim ka rekrutuar, më ka rekrutuar Megi. Si është të punosh me Megi Pojanin? Të punosh me... O goca, Më fal. ta gjejmë Nedën? Po dëgjoj më bërë. Po ke mikrofon o zemra ime. Të dëgjoj. Po dëgjojni. Se ju shoh nga televizori, dëgjojni gjithmonë. Si është të punosh me Megin? Është një sfidë shumë e bukur. Dhe dua të them që është një sfidë, sepse me Megi është natyrë që nuk ta bën kur rrafsh, askujt nuk ja bën rrafsh, sidomos njerëzve që do shumë edhe ka më të afërt. Është një sfidë shumë e bukur. Jam shumë krenare për punën që kemi bërë me Megin deri më sot në Përputhen. Përputhen është dashuria ime vjetër. Unë e kam bërë 2 vite si opinioniste dhe të jem tani nga përtej ekranit për t'i dhënë mend rinis se si të dashurohet, është një eksperiencë që do kisha dashur vetëm ta bëja nëse do kisha zgjedhur dikë do e kisha bërë vetëm me Megin. Dëgjoj ku e gjen kohën kjo Megi Pojani, edhe pilates, edhe palestër. Tani ka filluar edhe sportin domethënë trendin më të ri. Janë foto që na ilustrojnë. Të them dhe një gjë. Sepse ajo kishte bërë një postim në Instagram ku shkruante: Zot, të lutem, bëj që pilates të zgjas sa më shumë, fiksimi im me pole dancing që do ta rinis, pra palestër. Pilates, pole dancing. E gjen edhe më besoj që është duke folur në telefon me mua për skaletën e çtunës, duke bërë pole dancing. Pra ndaj sa hap telefonin, është në pole dancing. E shikonti? Neda, do ndjekim një insert, të falenderojmë shumë që ishe. Faleminderit ju, e vlerësoj shumë. Ishte kënaqësi. E vlerësoj shumë publicitet, nuk e di çfarë inserti kemi, po kemi insert. Jo, kemi insert. Do ndani mundin. Ori nuk e ka mendjen në mësim. Inserti. Neda, faleminderit. Nedën, ju shikoni trendin e ri. Janë gata rruvash. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. Level up, 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 level up. 5, 4, 3, 2, 1. Unë jam Mary, instruktore e pole dancing, siç quhet ndryshe në Shqipëri kërcimin e tub. Një nga gjërat të cilat më kanë ndryshuar absolutisht vëmendjen ndaj vetes, disiplinën ndaj vetes, formën fizike dhe atë emocionale. Studentët e mia të para e pranojnë që kanë qenë në Shqipëri, ka qenë striptiste. Janë shumë të keq kuptuara, sepse janë vajza e para, por shumë të mira. Për më tepër, atë tabun që është krijuar jo në Shqipëri, por çdo shtet tjetër, që ky është sport vetëm për ato. Studentët janë nga backgrounde shumë të ndryshme, që s'ka lidhje. Mund të jetë një person ekonomik, që ky ekonomisti nuk lëviz kurrë nga tavolina e vet.
Një pjesë femrash duan që ta mësojnë për veten. Ndihen më të bukura, ndihen më me vetbesim dhe kjo është një nga gjërat më të mëdha që unë do të vendos, vetbesimi i madh. Ndërkohë që në krahun tjetër ka femra të cilat e duan për punë, absolutisht është vendimi i tyre. Nga të tjera që duan ta mësojnë për një kërcim, për kërcimin për partnerin, për veten. Një pjesë e madhe studentëve të mia tashmë kam ler tub, kam ler poll dhe kanë në shtëpitë e tyre. Ndihem shumë e lirë edhe çdo gjë që mund të kem kokë në atë moment zerohet. Për këtë sport nuk e din shumë veta, e din vetëm rreti im më i ngushtë. Nga familjarët e mi, mami e din, thotë që derisa është për të mirën e trupit tënd, bëje, sepse gjithashtu të zhvillon edhe anën femërore. Sot vendosa ta publikoj për herë të parë pasionin tim për pole dancing. Thjesht nuk dua që njerëzit vazhdojnë ta paragjykojnë si sport, sepse është sport që kërkon shumë forcë. Fjalia e vetme që thënë që ua sa bukur është, sa super, si e bën, dua dhe unë ta provoj. Nuk janë vetëm komente negative, janë komente të cilat duan të godasin specifikisht femrën ty si individ. Fillimisht unë kanë ardhur nga njerëz të afërt, le ta them, jo te familja, absolutisht familja ka qenë një dashuri e vërtet. Femrat kanë qenë ato që kanë gjykuar më shumë. Dhe është ai komenti, dhe tubi të desh ty. Apo, edhe këtë desh ta bëje, ku do shkosh, çfarë pune do fillosh? Apo sepse shkon gjithmonë tek ajo që ne kemi parë. Na është servirur striptizmi si fjalë, na është servirur striptizmi si pamje dhe kemi limituar veten që vetëm kjo është. Io sono italiana. Unë jam italiane. Dikush mund të ketë mendime të prapambetura, po për mua kjo është një disiplinë që kërkon dhe të nxjerrë në pa forcë. Però come dire, io credo Familja ime, prindrit, më kanë mbështetur gjithmonë. I miei genitori, i miei parenti, la mia famiglia mi ha sempre supportato. Kur u dërgoj video nga këtu, më thon bravo. Ke bërë një gjë të bukur. Che bella cosa che hai fatto e basta. Klientët e mi të parë kanë qenë absolutisht të huaj. Është shtuar jashtëzakonisht shumë dëshira dhe kërkesa nga shqiptarët. Dhe është shtuar jashtëzakonisht shumë kërkesa nga gocat e showbizit. Ndoshëm insert për pole dancing, nëse më përpara pra të gjitha gocat i drejtoheshin palestrës apo pilatesit, tani ky është bërë një trend shumë i ri. Pole dancing më përpara sigurisht ka qenë shumë i paragjykuar dhe ishte një po themi një sport deri diku ishte profesion për striptizet, tani është kthyer në një sport për të rritur vetbesimin apo edhe për të mbajtur trupin në formë. Në modë tash. Po në fakt, si e mendoni? Mua si stërvitje, më pëlqen shumë, më sfidon shumë dhe do doja shumë ta provoja.